Si më dalim? Shumë të skamë. Se di, ka bërë ndriti në e gjë këtu? Këto të vjetrat më pëlqejnë shumë këto, vendet e vjetra. E ta qëgua. Gerda, s'ka Shive, të veta në ditë të zjedhe shpërditje, e zjedhe këtë një person? Po me Inën edhe me Nikon. Ha? E zjedhe? Me Inën dhe Nikon, po vendoj bëjmë diçka të restoranti tjetër duke... It's 9 p.m. Funky Friday. Get Rooftop. We're going to high. Diçka të tillë. Si di? Nuk do të dërdo di si më taj. Lartë, edhe pak për anën nërë. Se nuk kanë të farë. Nërë pak për vetër edhe pak për anën. Në vesh për nesë pra ditë e jenë në kapele në darë. Okej, pa e lëkshë. Vecë më shumë. Backstage nga momentet e xhirimit. Do të thonë punojmë edhe ndërkohë kënaqemi. Afër strandit një atje. Të bjesha të reni sot kapele. Ilnisa është kujdestarja e Akirës. Çfarë mësove Akirës sot Ilnisa? Se si dikush kur plagoset edhe mundet të shërohet, përsëri duke u kujdesur. Niko, di që ti pse piperi vendoset në një tru Kaq të gjatë? Edhe të marrë. Sepse të të djegi ty bia ime. Sa bukur janë veshur një. Ju prezantojmë mini Toskanën tonë në Kavaj. Atë që deri dje ishte një fabrik poçërie, sot ruhet tradita me rigorozitet, por është kthyer në një restorant që mirëpret të gjithë shqiptarët. E janë. Mund të zgjoja gjithë imagjinatën e botës nga kjo pjesë më interesante e poçërisë vjetër, kantina. Më kënaqet zemrën. Ata që njohin të shkuarën, dinë dhe të ruajnë traditën këtu te poçëria vjetër. Sa bukur, nuk kam fjalë. Jo, vërtet ajo ishte super. A kam shijuar pafund. Edhe une. Sa qetë që ka këtu, pas ka shumë shpend.